Ju mendoni se shkenca nuk e ka pranuar ekzistencën e Zotit? Tani do t'ju tregoj një nga sekretet që shkenca e ka pranuar që t'shke me të, ekzistencën e një mendjeje të madhe. Do t'ju tregoj vetëm një thash. A e dini se çfarë është ky? Ky është trekëndshi i Sierbinskit. Si funksionon trekëndshi i Sierbinskit? Do marrim një dado të vogël, pra një dado që do ta bëjmë sepse ky quhet trekëndshi i kaosit. Ç'do të thotë kjo? Në qoftë se ti merr një pikë të çfarëdoshme, duke krijuar një trekëndsh, pra vendos një pikë ku të duash, dhe në qoftë se ti vendos një pikë këtu, ti nga cepi në cep, në gjysmën e rrugës, pra të asaj pike, ti vazhdon në pafundësi, pra vendos pika. Dhe e dini se çfarë ndodh në fund? Bëhet një trekëndshe të pafundme fratalesh. Ç'do të thotë kjo? Do ta bëj të thjeshtësuar këtë, sepse shumë nuk e kuptojnë. Atëre, duke marrë një dado, dëgjoni me vëmendje sepse është vërtet shumë e rëndësishme. Për të kuptuar që ekzistenca e Zotit ose ekzistenca e vetë njeriut nuk është kazuale, nuk është rastësore. Pra, kaosi, i quajtur kaosi, nuk ekziston, por është një mendje e madhe e krijuar në një matematik dhe në një formë krejt të pakuptueshme nga njeriu. Ne kemi kuptuar një pjesë të vogël të universit. Bile do t'ju them. Shiko, ne senset tona, siç e kemi thënë, njohin dhe prekin shumë pak. Dhe kjo është tepër e rëndësishme, sepse ne njohim vetëm 4% ose le të themi 5% të botës që na rrethon. Si mund të pretendojmë ne që 95% ta njohim? Nuk e njohim. Pra, do t'ju them edhe një herë që se si funksionon ky trekëndsh, pra trekëndshi i Sierbinskit. Sierbinski ishte një shkencëtar polak dhe në vitin 1915 ai bëri një test se si është të quhet testi i kaosit ose trekëndshi i kaosit. Po ja u tregoj edhe një herë, unë bëra disa prova për ta provuar, nëse është e vërtet ose jo. Dhe qëndër ka e vërtet. Por kjo nuk do të thotë që meqense kishte provuar Sierbinski dhe është e vërtet. Nuk do të thotë kjo. Por unë me këtë dua të them që është një nga faktet që ekziston diçka, një mendje matematikore dhe tepër komplekse që ne nuk mund ta kuptojmë. Atëherë, edhe siç thash, e provova disa herë. Tani do t'ju them, në qoftë se ne do marrim një trekëndsh. Për shembull, do të bëjmë një trekëndsh këtu. Dhe do të vendosim një pikë. Për shembull, ku të doni ju? Këtu. E vendosim për shembull këtu. Tani ç'bëhet? Në qoftë se je këtu, do ecësh ose nga ky anë, ose nga ky anë, ose nga ky anë, nga të doni ju. Pra, mjafton një. Unë në këtë rast do eci lart. Nga këtu deri këtu. Pra, në qoftë se do filloj nga pika, për të ardhur te pika, që e fillon me një trekëndsh, duhet se s'bën ta fillosh me një trekëndsh. Në qoftë se unë do ta filloj nga këtu për të ardhur këtu, në gjysmën e rrugës, pra këtu vendos një pikë. Tani do ta përsëris nga ana tjetër, duke filluar nga kjo, sepse nga pika e fundit ti vazhdon sërish. Nga këtu, unë dua të shkoj këtu. Mund të shkosh edhe këtu, mund të shkosh edhe këtu, ku të duash, nuk ka problem. Por unë dua të shkoj këtej. Nga këtu deri këtu, gjysma e rrugës është këtu. Tani nga këtu dua të spostojmë këtej, gjysma e rrugës është këtu. Nga këtu dua të vi këtu, gjysma e rrugës është këtu, e kështu me radhë. Pra, ti vazhdon të vendosësh pika në pafundësi, këto pika, derisa ta mbushësh komplet këtë trekëndsh. Dhe e dini se çfarë del në fund? Pra, del pak a shumë si kjo. Unë e bëra shpejt, por pak a shumë si kjo. Ose si kjo këtu. Shikojeni. Pra, ti në qoftë se unë e provova thash, e provojeni dhe ju, po si duhet ta bësh këtë? Pra, si i vendos pikat? Pikat i vendos edhe me anë të kësaj. Pra, një dado, ti e hedh dado, dhe çfarë bie? Ra për shembull 6, ti nga kjo pikë këtu mund të ecësh 6 pika, pra 6 pika më tej. Pra, me anë të një dadoje, si thuhet ndonjëherë Zoti nuk luan me dado, por është e vërtet. Zoti luan me dado, por një matematik tepër komplekse. Pra, ti me anë të dados, duke hedhur,
çfarë do lloj numri të dalë këtu ti spostohesh, por gjithmonë në një udhë, pra nuk mund të bësh majtas djathtë, por të vazhdosh në atë linjë, pra në atë rrugë, derisa të përfundosh ta plotësosh të gjithë trekëndçin me pika. Dhe siç ju thash, në fund fare, do ta shikoni që disa vende do të mbeten bosh, pra disa vende brenda këtyre trekëndçeve. Dhe krijohen trekëndçe pafund, por trekëndçe fratalesh. Çdo të thotë kjo. Fratalet, për shembull, ja siç e shihni dhe këtu, një trekëndç që ishte poshtë më i madh, pastaj më i vogël dhe pastaj më i vogël. Nuk dihet se si, është një mister, nuk është një mister, por ne e tham fillimisht përpara se të fillonim këtë video, që Zoti ose krijimi është një matematikë tepër komplekse për mendjet tona. Dhe nuk dihet se si, por krijohen këto fratale, pra trekëndçe që fillon nga trekëndçi më i madh, pastaj trekëndç më i vogël, në pafundësi. Çdo të thotë kjo, që ti edhe nëse bën në një formë tjetër, për shembull katrore, po thuaj mund të dalë e njëjta, nuk e di këtë sepse nuk e kam provuar. Por me trekëndçe provova, tash e kam provuar disa herë, jo vetëm këtu, por edhe në përflet të tjera. Dhe doja t'i thoshe që është tepër e çuditshme se si formohen trekëndçe në pafundësi, ose më mirë fratale. Fratale, ta përsëris edhe një herë, janë ato format, për shembull nëse keni parë të gjitha pemët, lulet, çdo gjë që e fillojnë nga bërthama dhe pastaj përhapen në pafundësi. Pra këto janë fratalet. Fratalet janë diçka që është e njëjta formë, por vazhdon në pafundësi. Pra nuk përfundon aty, nuk bllokohet aty forma, por vazhdon në pafundësi. Dhe diçka tjetër. E keni parë që, për shembull, tjetra që le themi që pranon në mënyrë shkencore ekzistencën e diçkaje të mbinatyrshme, që është tepër komplekse, është edhe pasqyra. E keni vënë re me pasqyrën, kur ti vendos një pasqyrë pas teje dhe ti ke shpinën. Dhe po të vendosësh një pasqyrë përpara teje, ti e shikon pasqyrën pas teje në pafundësi. Pra shikon pasqyra pas pasqyrash derisa është në pafundësi. Pra nuk mbaron, është pafund. Pse? Sepse e përsërit atë imazh, pra fratali, atë që po themi thash më përpara, fratali e përsërit këtë imazhin në pafundësi, derisa nuk mbaron. Pse ju fola për këtë? Është diçka që ndonjëherë duhet folu për këtë edhe pse duket pak komplekse. Atëre, ju fola për këtë sepse jeta e njeriut është vërtet një dado, por jo një dado rastësore, por një dado shumë komplekse, pra shumë e ndërlikuar. Çdo të thotë kjo. Është jeta jon, jeta e njeriut, për mendimin tim, është si mund të quhet, e predestinuar, ose si mund të quhet, e shkruar. Jeta e njeriut është e shkruar, ashtu siç trekëndçi i Sierbinskit, që sipas gjasave, sipas llogaritjeve të bëra, nuk është se i bëra vetëm unë, i kanë bërë të gjithë, po ta shikoni gjeni me mira tutorial se si mund të bëni trekëndçin e Sierbinskit, por kjo vërteton në mënyrë shkencore po flas ekzistencën e një qenjeje ose një zoti ose një perëndije që është tepër kompleks. Tani, kjo është vetëm një pjesës, sepse ne mjaft që të zbërthejmë qelizën e njeriut, qeliza e njeriut është perfekte. Po ta shikoni, ne kemi folur edhe në për emisione, ku tregohet jeta e njeriut brenda një qelize. Brenda një qelize ka çdo gjë, ka të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen, në qelizën e njeriut. Dhe kjo, për shembull siç kemi bërë atë intervistën me atë biologun nga Kosova, që thot qeliza e njeriu është perfekto dhe qeliza e njeriu është akoma më perfekte, që është një qelizë shumë e vogël që ne nuk e shohim, vetëm në mikroskop, dhe aty gjen njeriu, gjen universin, gjen tokën, gjen çdo gjë. Pra tha një fjalë fantastike, dhe kjo për të vërtetuar edhe një herë tjetër ekzistencën e një zoti, ekzistencën e një krijimi që është tepër kompleks. Shiko, ne kemi në të gjitha fushat e jetës provat të ekzistencës së një mendjeje madhore, të një mendjeje që te kalon njeriun. Dhe do ta mbyll me këtë. Mendja e njeriut është
pjesës e vogël, si thoshte Giordano Bruno, është një pjesës e vogël e një mendjeje të madhe. Pra ne, atë që kemi marrë, diturinë që kemi sot, e kemi marrë pikërisht pra nga kjo botë, nga ky univers. Kështu që padyshim fshihet diçka, ne kemi marrë një pjesës të vogël dhe padyshim fshihet diçka tepër komplekse. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni? E kishit dëgjuar ndonjëherë pra tërkëndësinë e Sjerbinësit dhe çfarë mendimi keni për këtë ose çfarë mendimi keni për ekzistencën e një mendje të madhe, si mund të jetë, çfarë mund të jetë dhe si llogarit njeriu, speciet, çdo gjë. Dhe a është çdo gjë e llogaritur dhe është çdo gjë që ka fatin e saj, pra një fillim dhe një fund të llogaritur në numra, pres komentet tuaja. Hajde, kalofshi një diell të këndshme, ju përqafoj ditë mbar.